Programi i aktiviteteve të javës kulturore spanjolle të organizuara në disa qytete të vendit mbylli si pari në Gjirokastër. Një mbrëmje në kopshtet e Spanjës. Titullohet koncerti instrumentali kitaristit virtuos Denis Bishka, që u shfaq në skenën artistike të qytetit të Gurt. Eventi u zhvillua në prani edhe me pjesëmarrjen e ambasadorit të Spanjës në Shqipëri, Gabriel Kermandes Ventura, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Gjirokastër. Shumë faleminderit. Ishte vizitë e justifikuar e vonuar, sepse u prisi më shpejt. Në këtë ambient, ashtu si kundër e quajmë së bashku, në një fëmijë të sapo lindur që ka nevojë të rritet. Të rritet në një bashkëpunim të frytshëm edhe dobipërurës, jo thjesht për Bashkinë e Gjirokastrës edhe ambasadën spanjolle në Shqipëri, por thash në dobi të dy banorëve, të qytetarëve gjirokastrik, po pse jo dhe atyre spanjoll. Shumë faleminderit që vizitën e parë zyrtarisht jashtë Tiranës po e bëni këtu në Gjirokastër, për të përmbyllur, po jo për të mbyllur bashkëpunimin dhe vestimet. Këtë javë të kulturës spanjolle këtu në Shqipëri. Ky qark që në një kulturë shumë të gjerë pret sot me dyert të hapura në këtë universitet, që është një derë për të gjithë të rinjt e Gjirokastrës dhe të gjithë qarkut këtu në Gjirokastër, dhe ne i ftojmë ju që të dëgjoni dhe të kënaqeni në këto tingujt të muzikës spanjolle. Para mí es un verdadero honor. Me mbrëma të gjithëve, faleminderit për mikpritjen tuaj. Është nder të jem në këtë mbrëmje të veçantë muzikore, ku bukuria e pa kohë e kitarës klasike spanjolle do të jetë në qendër të vëmendjes. Java kulturore spanjolle kulmon sot në qytetin tuaj të bukur. Sot nisim një udhëtim me një repertor muzikor të pasur spanjoll. Toda la semana cultural. Për instrumentistin e mirë njohur Denis Bishka, ky event është diçka e veçantë jo vetëm për vlerat artistike, por ndërkohë ai rikthehet në vendlindjen e familjes së tij. Sjellja e një mbrëmje të javës kulturës spanjolle në Shqipëri në qytetin e Gjirokastrës ishte një risi, por dhe një domosdoshmëri për ta hapur pak kulturën spanjolle edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Duhet thënë që koncerti u mirëprit dhe kjo është një ndikim shumë i madh që ka në turizëm dhe turizmin kulturor, ajo që ne duam të promovojnë më së tepërmi në Shqipërinë tonë. Këto aktivitetet cilësohen të dobishme pasi gjallërojnë jetën kulturore në Gjirokastër dhe promovojnë vlerat turistike të saj.